Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Konstatuam në videon e fundit se si mund të arrijmë të dallojmë në mënyrë logjike se kush është Zoti i vetëm e vërtet. Dhe thamë se ai është Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj në këtë video inshallah do të flasim më gjerë dhe do të njohim më mirë se kush është Allahu i lartësuar. Do ta ndaj inshallah ta'ala këtë video në 3 segmente. Do të flasim për Allahun si Zot, do të flasim për Allahun si të adhuruar dhe do të flasim për emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj pa humbur kohë le të vazhdojmë. Allahu subhanahu wa ta'ala është Zoti i gjithësisë. Ai ka krijuar gjithçka. Ai ka krijuar të vogël e të madhe. Ai ka krijuar çdo gjë nga asgjëja dhe nuk e ka askush dhe asgjë këtë fuqi. Prandaj ai meriton të jetë Zoti i gjithësisë. Ai meriton që ta quajmë Zot. Dhe asgjë tjetër nuk meriton të quhet Zot veç tij. Asgjë tjetër nuk ka fuqi që t'jap jetën apo ta marrë jetën. Asgjë tjetër nuk ka fuqi të na bëjë mirë apo të na bëjë dëm. Asgjë tjetër nuk ka fuqi që të rregullojë punët e gjithësisë. Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse meditojmë në krijesat e tij, do të gjejmë se Allahu është i gjithë fuqishëm. Është i gjithë fuqishëm për çdo gjë. Ai i cili na ka krijuar neve, ai i cili na ka furnizuar, na ka dhënë formën më të mirë, na ka dhënë logjikën, na ka veçuar neve nga gjallësat e tjera. Ai ka fuqi mbi çdo gjë. Dhe ai është i gjithë ditur. Ai subhanahu wa ta'ala është i gjithë vullnetshëm. Nëse ai do diçka të bëhet, bëhet, e nëse nuk do, nuk bëhet. Prandaj neve e njësojmë Allahun në të qenurit Zot. E njësojmë Allahun subhanahu wa ta'ala në veprat e tij. Dhe nuk themi se dikush nga krijesat vepron siç vepron Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai i cili është i gjithë fuqishëm, i plot fuqishëm mbi çdo gjë, e përfshin me fuqinë e tij çdo gjë, është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe asgjë tjetër nuk mund të ketë fuqi për të bërë dëm ty apo për të të sjellë dobi pa lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj ta njësojmë Allahun subhanahu wa ta'ala në veprimet e tij dhe mos t'i atribojmë veprimet e tij asgjëje tjetër veç Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj nëse arrim ta kuptojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala është i gjithë fuqishëm, ai ka krijuar çdo gjë dhe çdo gjë ecën sipas asaj që Allahu subhanahu wa ta'ala do, atëherë detyrimisht themi se Allahu është ai i cili meriton që të adhurohet. Allahu është ai i cili meriton që ta adhurojmë dhe ta njësojmë në adhurimin tonë. Ky pra është edhe segmenti i dytë për cilin do të flasim për ta. Njësimi i Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim. Nëse shohim dhe kuptojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala është Zoti i gjithësisë, atëherë themi se Allahu subhanahu wa ta'ala është i vetmi që meriton të adhurohet me të drejtë. Nuk ka gjë tjetër që meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, Zotit të botrave, Zotit të gjithësisë, ai i cili ka krijuar dhe ai i cili me fuqinë e tij bën çdo gjë. Prandaj nuk adhurojmë asgjë tjetër veç Allahut. Dhe ky njësim që i bëjmë neve Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim është gjëja që na veçon neve nga çdo fe tjetër. Pasi ka fe tjera të cilat mund ta pranojnë se Zoti është ai i cili ka krijuar. Mirëpo adhurojnë me Zotin gjëra tjera. Adhurojnë varre, adhurojnë tyrbe, adhurojnë teqe. Dhe nuk e njësojnë Zotin e gjithësisë në adhurim. Mirëpo ne muslimanët veçojmë Allahun subhanahu wa ta'ala i cili është meritor, pasi gjërat tjera nuk janë meritore. Nuk kanë fuqi të krijojnë, nuk kanë fuqi të na sjellin dëm, nuk kanë fuqi që të na bëjnë dobi. Ai i cili ka fuqi që të na bëjë dëm apo dobi është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj atë e lutim, atij i bindemi,
ati i falemi, për atë therim kurban, për atë bëjmë lutje, dhikr e kështu me radhë. Nuk ka gjë që e kënaq Allahun subhanahu wa taala, vetëm se ne e bëjmë për Allahun subhanahu wa taala të vetëm, pa shok, pa ortak. Dhe ky pra është edhe thelbi i fesë islame, adhurimi i Allahut subhanahu wa taala një të vetëm pa shok. Allahu subhanahu wa taala me mirësinë e tij dhe mëshirën e tij që ka për njerëzit, ka dërguar her pas here profet, që të mësoj njerëzve se kush është rruga e drejtë dhe rruga e cila të çon për tek Allahu subhanahu wa taala dhe për të fituar kënaqësinë e Allahut. Dhe këta profet të gjithë kanë ardhur me mesazhin e Islamit. Të adhurojmë Allahun një të vetëm dhe mos t'i bëjmë shok atij. Pra mos t'i bëjmë shok Allahut në adhurim. Të gjithë profetët, që nga Ademi alayhi salam deri tek Ibrahimi alayhi salam, deri tek Musa alayhi salam, deri tek Isa alayhi salam dhe deri tek vula e profetëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur me këtë mesazh. Të adhurojmë Allahun një të vetëm dhe mos t'i bëjmë shok atij. Prandaj kush e plotson këtë detyrim për cilin Allahu na ka krijuar, për cilin Allahu subhanahu wa taala ka dërguar profetët, ka zbritur librat, atëherë ky njeri me të vërtetë që ka plotësuar atë për cilën Allahu ka krijuar. Dhe ky njeri si rrjedhoi do të jetë prej atyre fatlumëve të cilët do të jenë në xhenetet e larta në botën tjetër. Në të kundërt, ai i cili nuk e plotëson këtë gjë dhe devion nga kjo gjë për cilën Allahu ka krijuar, atëherë ky njeri do të jetë prej atyre të cilëve Allahu ka përgatitur dënim të dhëmshëm për ta. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar xhindët dhe njerëzit vetëm se që ta adhurojnë Allahun. Prandaj kush e plotson misionin e tij, detyrën e tij ndaj Allahut, ky njeri do të jetë prej banorëve të xhenetit. Në të kundërt, nëse nuk e plotson këtë detyrë për cilën Allahu ka krijuar, atëherë do të jetë prej banorëve të zjarrit të xhenemit. Allahu na ruaj prej tij. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar për veten e tij dhe na ka mësuar disa nga emrat dhe cilësitë e tij. Prandaj muslimanët besojnë se Allahu subhanahu wa taala ka emra dhe cilësi të cilat nuk i ka askush nga krijesat e tij. Besojmë se Allahu subhanahu wa taala ka emrat më të bukur dhe atributet më të larta, më të plota. Nuk ka mangësi Allahu subhanahu wa taala në emrat dhe cilësitë e tij. Emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk ngjasojnë asgjë me emrat dhe cilësitë që mund të kenë krijesat e tij. Prandaj neve i pohojmë Allahut subhanahu wa taala dhe i atribojmë atij atributet dhe emrat të cilat na ka treguar ai vetë për veten e tij subhanahu wa taala, apo na ka treguar profeti i tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe i besojmë ato emra dhe cilësi ashtu siç na ka treguar vetë Allahu subhanahu wa taala për veten e tij dhe na ka treguar për të profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne këto emra dhe cilësi i besojmë pa i përngjasuar ato me krijesat dhe pa i nxjerr ato nga kuptimi që ka pasur vetë profeti sallallahu alaihi wasallam apo shokët e tij ndaj këtyre atributeve dhe emrave. Prandaj kush e njëson Allahun subhanahu wa taala në veprimet e tij, kush e njëson Allahun subhanahu wa taala në adhurimin e tij, dhe kush e njëson Allahun subhanahu wa taala në emrat dhe cilësitë e tij dhe i beson emrat dhe cilësitë e tij ashtu siç i ka besuar profeti i tij dhe shokët e profetit të tij, ky njeri e ka njësuar Allahun subhanahu wa taala ashtu siç do Allahu subhanahu wa taala ta njësojmë. Dhe do të jetë me lejen e Allahut subhanahu wa taala prej atyre të cilët fitojnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala dhe kënaqësinë e tij. Në të kundërt, ai i cili nuk i plotson do të jetë prej atyre të cilët
meritojnë dënimin e Allahut subhanahu wa taala ditën ku nuk do të ketë dobi, pasuria, fëmia, pushteti apo asgjë tjetër përveç njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Elusë Allahun që t'i bëjë dobishme këto që dëgjuam. Walhamdulillahi rabbil alamin.